Faleminderit kryetar, deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës. Sot janë bërë 11 ditë nga sulmi terrorist i strukturave ilegale armiqësore të Serbisë ndaj familjes së Selver Haradinajt te Treroka qejt Buz Ibrit në Mitrovicë. Dhe tash 11 ditë pas, ky Kuvend i Republikës së Kosovës u mblodh për ta diskutuar gjendjen në veri. Në një seancë të cilën kërkuesit e saj e quajtën të jashtëzakonshme. Po kisha dashur të pyes këta se çfarë jashtëzakonshmërie është ajo kur nuk ka urgjencë në të. Në një situatë të jashtëzakonshme, veprimi bëhet urgjent, ndërkohë që urgjenca e një situate e bën atë të jashtëzakonshme. Pra njëra patjetrën nuk shkojnë dhe nuk mund të shkojnë. Por ja që për paraqitësit e kësaj kërkese për seancë të jashtëzakonshme, gjendja në veri të vendit nuk e pas ka elementin e urgjencës. Që i bie që ajo është e zakonshme. Pra që vrasja dhe dëbimet e shqiptarëve nga veria e Kosovës është një gjë e zakonshme. Kështu po na thonë grupet parlamentare në nënshkruese të kësaj kërkese për këtë seancë të sotme, nënshkrimet për të cilën i kanë mbledhur qysh të premten pra para 6 ditëve dhe e kanë thirrur seancën për sot. Por kështu është sjellur edhe ekzekutivi i vendit. Në kohën kur strukturat ilegale armiqësore të Serbisë i vranin dhe dëbonin shqiptarët nga veriu, kryeministri Hashim Thaçi mbante ligjërata nëpër universitete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Asnjëherë nuk u denjua të mendoj se duhet të kthehet në vend dhe të jetë në krye të detyrës të cilën e ka uzurpuar, pra që të veproj sikur kryeministri i vendit. Kjo papërgjegjësi nuk ka se si të arsyetohet, përveç nëse edhe ky, si deputetët e grupit parlamentar të partisë së tij, e sheh vrasjen dhe dëbimin e shqiptarëve sikur diçka të zakonshme. E zakonshmja, e dim gjithë, është e pritshme, diçka të cilën lehtë mund ta paramendojmë se do ndodhë. E pra, a e ka ditur kryeministri se një gjë e tillë do të mund të ndodhte? Se një gjë të tillë na e konfirmoi pak a shumë edhe Bajram Rexhepi, këtë mundësi të këtij ekzekutivi. Ministri i rendit në deklarimin e tij sot këtu në Kuvend tha se gjendja në veri është e tensionuar por nën kontroll. Dhe pastaj na tregoi se si politikanët serb hynë ilegalisht në territorin e Kosovës, se si këta pas kanë marrë informata se Selver Haradini është vrarë dhe familja e tij është plagosur. Këta po dekan për krime që po i kryjnë strukturat ilegale të Serbisë, të gjitha i raportoj këtu nën vellon e kontrollit. Pra na tha që e kemi situatën nën kontroll, që i bën që të gjitha këto pas kanë ndodhur në një situatë tashmë të kontrolluar apo jo. Po të kishin qenë të sinqertë deputetët, por edhe ekzekutivi, dhe po ta kishin menduar vërtet se situata atje është e jashtëzakonshme, atëherë do ta nënshkruanin kërkesën tonë për seancë të jashtëzakonshme, me çrast do ta mundsonin mbajtjen e saj me urgjencë. Për këtë seancë të cilën ne insistonim që të mbahej javën e kaluar, pra më njëherë pasi ndodhen këto raste të sulmeve terroriste. Por këtë, siç e dini të gjithë, nuk e bën. Kjo kërkesë e tyre për sot bëhet edhe më absurde kur e kemi parasysh se këta deputet janë nga koalicioni qeverisës dhe të partisë së kryeministrit. E po të kishte qenë serioz dhe i sinqert, edhe ky, pro kryeministri deri tash do të ndërmerrte hapa për ta mbrojtur integritetin territorial dhe ushtruar sovranitetin shtetëror të Kosovës në tërë territorin e vet. Ky kur nuk e bëri një gjë të tillë. Madje edhe këtë seancë të jashtëzakonshme do të kishte mundur ta thras vet, se ka drejt me rregullore. Por as këtë kur nuk e bëri. Po na thuhet se veriu në një farë funksionon kështu siç është që prej vitit 1999. Mirë, po nëse kthehemi pak në histori, do ta shohim se tërheqja e institucioneve të Kosovës nga atje është bërë gradualisht dhe me hapa. Pra, sikur të kishte qenë planifikuar. Në ditët e para të hyrjes së forcave të KFOR-it në Kosovë, veria e Kosovës nuk ka pasur strukturat e Serbisë të organizuara atje. Deri në vitin 2000, shqiptarët në pjesën veriore të qytetit kanë qenë duke jetuar në shtëpitë e tyre dhe banesat e tyre. Dhe natyrisht kanë qenë shumicë. Spitali i Mitrovicës po ashtu ka qenë në duart tona deri vonë. Gjykatat kanë funksionuar deri në vitin 2000. Doganierët e Kosovës kanë qenë në pikat kufitare me Serbinë deri në vitin 2008. Sot nuk e kemi asnjë prej këtyre institucioneve që funksionojnë në atë pjesë. Pra kemi një tërheqje graduale me hapa të paramenduar të institucioneve të Kosovës nga atje. E tërë kjo tërheqje dhe një pjesë e madhe e krimeve në veri ka ndodhur në kohën kur Kosova thoshte se ka institucione dhe thoshte se është e lirë. Një pjesë e konsiderueshme e tyre ka ndodhur në Kosovën me të njëjtin kryeministër, pra me Hashim Thaçin. Tash 4 vite e gjysmë të drejtimit të qeverisë nga ai, strukturat ilegale të Serbisë janë toleruar vazhdimisht të veprojnë, terrorizojnë, vrajnë, dhunojnë e plagësisin çdo gjë shtetërore, publike e private në atë pjesë të vendit. Një lloj sikur në kohën e qeverive të vepashme. Tash 4 vite e gjysmë, kjo qeveri e ka përkeqësuar çdo gjë në të cilën ka prekur, por edhe ato aspekte ku ajo nuk ka vepruar fare. E tash deputetët e saj na thrasin në seancë për ta zëvendësuar kështu mungesën e veprimit qeveritar e institucional atje.
Qysh në shtator të vitit 2008, pra para më shumë se 3 viteve, lëvizjave të vendosje pa të bërë një propozim me disa hapa të bashkërenduar për ta bërë Kosovën shtet sovran e me integritet territorial. Në vijim, po e shfrytëzoj rastin me i përmend disa më kryesorët prej tyre. Pra në një, FSK-ja duhet të shpallet dhe bëhet ushtri. Pastaj me njëherë të iniciohet marrëveshja SOFA me NATO. Në veri duhet të ketë një prezencë të shtuar të policisë për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme atje. Një bazë njësi speciale të policisë së Kosovës duhet të jetë vendosur në lagjin e Boshnjakëve në ish bazën e Kforit, përkatësisht ish remontin ushtarak. 2 bazat të tjera të njësi speciale së bashku edhe me forcat ushtarake duhet të jenë në afërsi të pikave kufitare 1 dhe 31. Kosova duhet të krijojë marrëdhënie të fuqishme bilaterale me shtetet e veçanta që na e kanë njohur pavarësinë, e posaçërisht me Shqipërinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtetet kryesore të BE-s, Turqinë e kështu me radhë. Duhet të ndërpriten përfundimisht dhe zyrtarisht këto bisedime që po zhvillohen në Bruksel me Serbinë, të cilat siç e dim janë bisedime pa kushte për Serbinë dhe për çështjet të brendshme të Kosovës. Me këto bisedime nuk forcohet pavarësia e Kosovës prej Serbisë, por forcohet pavarësia e veriut të Kosovës prej Kosovës. Duhet të vijnë në shënjesë të burimet financiare të strukturave ilegale dhe armiqësore të Serbisë. Duhet gjurmuar dhe duhet prerë financimi i tyre nga Serbia dhe nga krimi i organizuar e biznesit informale. Duhet përndjekur dhe arrestuar e dënuar pjesëtarët e strukturave ilegale për shkak të historikut të bujshëm kriminal armiqësor që ato e kanë pasur prej se veprojnë në Kosovë. Nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme pa reciprocitet e simetritë të drejtave të serbëve në Kosovë me shqiptarët në Serbi. Shqipëria dhe Kosova bashkarisht duhet të angazhohen për shqiptarët kudo që janë, e posaçërisht për ata në Preshevë, Medvegje, Bujanoc. Arsyeja kryesore pse Serbia ka synuar decentralizimin në Ana-Moravë është që ta hedhë farën e ndarjes dhe izolimit të asaj pjese të luginës së Preshevës prej Kosovës. Qeverit dhe kryeministrat e pasluftës janë munduar të integrojnë serbet duke ju dhënë ose premtuar mira euro cash, duke ju falur traktora apo duke u ruajtur pagat edhe kur ata punonin për Serbinë. Zgjidhja është krejtësi ndryshe. Jo para e privilegje, por zhvillim arsimor e ekonomik dhe barazi para ligjit. Jo bisedim me Serbinë e strukturat e saj për integritet territorial për vendin e sovranitet për shtetin tonë. Revitalizimi i Trepçës, funksionalizimi i saj do të rezultonte me punësimin e rreth 8.000 personave. Kjo do të kontribonte në bashkimin e qytetit, sepse ndarja në Ibër e ka lënë minjerën e stan tërgut në njërin anë, ndërsa shkretorën në anën tjetër, pra në Zveçan. Kështu Mitrovica u shndrua në qytetin më të varfër dhe ajo është i vetmi qytet në Kosovë të cilit i është zvogluar popullsia përgjatë viteve. Ofrimi i bursave për shqiptarët dhe serbët nga Veriu për në shkollat e mesme dhe universitetin në Prishtinë. Investim në spitalin e Prishtinës dhe atë në jug të Mitrovicës në mënyrë që aty të ofrohen shërbime më të mira shëndetësore. Forcimi i fshatrave të shqiptarëve dhe lagjeve të Mitrovicës të banuara me shqiptar në veri, duke ofruar mjete për ndërtimin e shtëpive, infrastrukturë të mirë, transport publik falas për në jug të Mitrovicës dhe anasjelltas 3 herë në ditë, lehtësim në punësim, lehtësim për regjistrim në universitet e masa tjera. Vetëm me 3 dhe 4 shkurt të vitit 2000, 19 shqiptar janë vrarë, me 10 të tjerë janë keq trajtuar ose lënduar, ndërsa 1564 familje me 11364 antar janë dëbuar nga pjesa veriore e Mitrovicës. Secili shqiptar i dëbuar duhet të kërkojë të kthehet në pronën e vet në veri dhe njëkohësisht të organizohen dhe mobilizohen për këtë. Ata që nuk duhen, duhet ta thonë hapur këtë dhe t'u ashesin të tjerëve pasurinë, atyre që duan të kthehen atje. Qeveria duhet ta ndihmojë dhe mbështes këtë me një program të veçantë. Nuk duhet lejuar që qeveria e Serbisë t'i blejë pronat e shqiptarëve në veri. Të gjithë shqiptarët që janë detyruar të shesin pronat e tyre, duhet t'i blejë ato qeveria e Kosovës. Serbët do të mund të integrueshin në Kosovë duke pasur parasysh që integrimi ndodh jo pse është integrim, jo pse është dëshirë, por pse është nevojë. Mirë, po kjo qeveri as nuk mundet, as nuk bën t'i bëjë këta hapa. Kjo qeveri është e korruptuar dhe e shantazhuar dhe është pa legitimitet demokratik e kredibilitet politik. Kjo qeveri e ka dëshmuar vazhdimisht dhe aktualisht se nuk është as serioze as e vendosur. Edhe kur vendos të bëjë një jetë të mirë të vogël, ajo i bën edhe shumë të këqija të mëdha me të cilat situatën e rënd vetëm sa e rëndon dhe e përkeqëson. Kjo qeveri, e cila i ndërsen deputetët e vet kundër reciprocitetit, pra kundër barazisë me Serbinë, dhe e cila kategorikisht e kundërshton zbatimin e vendimit të Kuvendit që obligon reciprocitet, nuk është një qeveri e cila mund t'i kundërvihet Serbisë apo strukturave ilegale të saj në Kosovë. Kjo qeveri e ka vetëm një mënyrë për ta shpëtuar Kosovën. Kjo mënyrë është dorëheqja e saj. Shpëtimi edhe i qeverisë edhe i Kosovës është i pamundshëm. E Kosova duhet domosdoshmë të shpëtohet, që nënkupton